këto negociate paqes, zotëri, ishin për paqe apo ishin një një kështu gjethe figu i themi? Nga ana e Rusisë nuk mendoj që ka negociata për paqen. Pra do kanë gënjur Trump. Sepse është pikërisht kanë gënjur Trump. Koncepti i Rusisë për paqen nuk ka pasur asnjë negociatë. Kanë gënjur sistematikisht Trump. Duke detyruar palën. Jo, negociatë s'ka pasur, pra le të jemi konkret. Dakor, tani këtu shpërthimi, dakor, një analizë e goxhet është shpërthimi Trumpit që për të mbuluar atë pabesinë thoshe që i bëri Deep State duke dhënë koordinatat e dronëve Ukrainës për të goditur helikopterin e Putinit. Ky është një version. Versioni tjetër është që tani u dashkashtuar territoret, por mund po edhe një tjetër që deri tani të gjitha bisedimet që janë bërë dhe 2 bisedime telefonike shumë të gjata midis Trumpit dhe Putinit. Është lejuar Trumpit thotë që Putini e do paqen, jemi shumë afër, po fajin e ka Zelenski. Të ena del që jo, Putini do të shtojë pushtimet dhe geopolitikisht është shpallur me Trump. Këto sulme të bëra duket do të pushtoj gjithë Ukrainën. Këto sulme të bëra këto 3 ditë nuk kanë lidhje me ofensivën që po ndodh në veri. S'kan asnjë lidhje me ofensivën që po ndodh në veri këto sulme. Këto sulme janë përqendruar në qendër të Ukrainës, pra në Pisafi lidhje këto. Pisafi lidhje. Jo në zonën në cilën po bëjnë luftime në veri. Ajo është për të goditur ushtrinë ukrainase në përgjithësi. Është një strategji e madhe ajo për strategjia për të shkatruar ushtrinë ukrainase. Ajo është tjetër gjë. Por përqendrimi i goditjes ka qenë vetëm në Kiev.